Po kush ishin këta që ishin të UDB-s të u zbuluan ndonjëherë? Këta më vonë natyrisht që mua më erdhën në listat. Të erdhën listat? Më erdhën listat. Ma tani ti ke listat? Tani nuk i kam më. Jo tani. Po i kishe listat? Po. Që ishin këta politikan? Jo. Ishin politikan. Ata arritën të penetronin në Parti Demokratike shumë fort. Shumë fort. Deri çfarë strukturë? Tani të jap një detaj unë, të jap një detaj. 93-94 kur u bë referendumi i Kushtetutës. 94. 94. Jo, 94-95. 94-95 është. Po? Kjo është periudha ku 94 u bë referendumi. Kjo është periudha ku flitet edhe për një takim të fshehtë që është bërë në Orë. E ke fjalën për një takim të fshehtë që është bërë në Orë. Me skujt? Midis Berishës edhe ca tjerëve. Po kjo kujt e thu tani? Po s'ka për flitet për takimin Miloshin në Sali Berisha president me Miloshin, no. Me Miloševićin. Po thuat tani se në po prije se ka dhe jo thuat tani. Në këtë periudhë ka patur një periudhë shumë interesante zhvillimi në Partinë Demokratike në Povjedesë. Jo, ti marrim gjëra me radhë. E para njëherë kjo fjala flitet, do të mua s'më tingëllon mirë në vesh, duhet të jemi korrekt. Ti ke prova që Berisha ka takuar Miloševićin në Orë? Nuk është puna ta kemi provat, provat tashmë janë bërë aq evidente sa është tepër. Por kjo tani ti e di unë profesionizëm kam unë kështu, se unë do ta kisha të paktën minimum do ta kisha shkruar në një nga librat e mi, unë kam bërë libre për kryeministët dhe për presidentin. Te libri për president. Unë se kam futur këtë. Ti se ke futur sepse duhet prova. Sepse duhet prova dhe këto prova ju nuk keni futur në thellësi se ç'nën kuptonte vrasja e Remzi Hoxhës. Se kur të futesh te Remzi Hoxha në thellësi, që u mor peng në 95. U mor peng, po mos harroj që në 95 nuk u mor Remzi Hoxha. Janë marrë dhe dy të tjerë. Dy të tjerë të cilët e ke fjalën për biznesmenin nga Saranda? Po. Ata ka marrë, do të thonë, ishte shërbim sekret grek? Jo, më e mori shërbimi shikujon, por ata rëndyrë, por se e kam intervistuar. Remzi Hoxha që thua ti, shpije diku në një vend një kaset dhe thot, ky është regjistrimi që është bërë nga celula jon, që përbëhe nga Hoxha dhe brenda celulës ishte edhe Ziso. Po, tani të mendoje që 3 veta, një nga Korça, një nga Saranda dhe tjetri nga Maqedonia përbënin një grup të cilët kishin arritur të bënin një regjistrim, kishte një absurditet, po pse ishte prodhuar skema, edhe ja shpihen kasetën atij tjetrit. Në atë periudhë ai tjetri, s'po e them kush ishte një konflikt të hapur dhe kishte vënë në dyshim shërbimet tona partnere, çfarë marrëdhënie ka midis tyre dyve. Se ishin në luftë me njëri tjetrin dhe i kishin një ndarje aq të madhe sa ishte pyetur, e kanë të vërtetë ose jo. Dhe ç'bën jashtë puna atij tjetrit andeja. Mbas një jave, Berisha vete dhe arreston Zison. Berisha të arrestoi shiu. Berisha vete arreston Zison. Ziso Kristopuli. Po. Dhe nga ky moment u muar veshje ashtu quajtur loj që luanin këta të dy, të cilët kishte informacione se përfaqësonin, por as edhe një herë që këta bënin lidhjen nën. Po Ziso ku ishte Ziso? Ziso s'ishte asgjë burr. Kur e takova Ziso unë prisja në një kështu 007 aty, kur takoj Ziso unë. Ziso ishte peshkat i shkreti, kishte një lokal me 3 tavolina. Ziso ishte një skenim i skemës që nxori. Po pse pikërisht Ziso? Pse Ziso? Sepse për të kuptuar që mos bëj gabim, se mund të kishte një rasti, u bashkuan 3 persona që slithas edhe një gjë dhe prodhuan grup. Këtu më zori makina mu. Më del kjo llogari. Të del llogaria, sepse shërbimi amerikan që ta dishti, që i dha disketën e regjistrimit të Hoxhës për të verifikuar lidhjen e këtyre të dyve prodhoi një grup absurd. Kur mbas një jave gjithë grupi absurd u arrestua, u kuptua që këta të dy kishin lidhje me njëri tjetrin. Kjo ishte gjithë skema. Zisos kishte lidhje fare me këtë punë. Ishte fare s'kishte. Ishte i skenimi i shërbimit amerikan për të kuptuar ku ishin lidhjet e Berishës me tjetrin andeja, që ishte në Kosovë. Dhe ti thuaj që vërtetohet që Berisha takoi Miloševićin? Këta e din shërbimet amerikane. Ore, unë këtu kam marrë bën meçën, unë s'kam cian. Kaseta i vajti dikujt. Dhe prandaj e vran Remzion? Jo, Remzion nuk e vran, për i të vërtetës. Ingelindor. Ingelindor Remzion.
Po çështja është që krimi më i madh në erezimit, dhe ky është krim shtetëror, dhe prandaja krimet filluan njëra pas tjetrës të mirin për mas në Shqipëri, po krime shtetërore, është zhdukje trupit ti. Kjo është më kriminale. Dhe gjithë personat e implikuar si pas shërbimit, si pas hetimit ose prokurorisë shqiptare, të gjithë personat janë nxjerrja e shtetit me garanci me pasaporta diplomatike, të gjithë kjo trup. Ti tani bëjmë pyetje kështu, nga i mori vesh ti këto? Ti pedagog isha atje, ku ti e gjeti se çfarë bësh? Unë kam qenë pedagog deri në 92-shën, natyrisht isha, por mos harroj që ne jemi pionerët e demokracisë dhe gjatë gjithë kohës u kam qenë absolutisht aktiv. Sepse duhet kuptosh një gjë. Ke qenë deputet në 92, 96? Po, 92. Në 96-ën unë bëj lëvizjen e parë në Parti Demokratike për reformimin e Partisë Demokratike. Po, unë kujtohet. Dhe për jetë vërtetës duhet thënë që regjistrova 4.000 antar me firmë të Partisë Demokratike, ku ne një 13 që drejtonim, është teoria e Sqeparit dhe Trëndafilit që zadish, ne 13-ët ngritëm me të madhe vetëm një çështje, demokratizimin e Partisë Demokratike. Do vim te kjo, po qëndrojmë që ta mbyllim këtë pjesën e UDB-s, shërbimi sekret grek? Shërbimi sekret grek ka luajtur kryesisht në ndryshimin e strategjive rrugore të Shqipërisë. Natyrisht ka patur edhe influenca tjera në Shqipëri, por nuk ka patur thjesht interesa politike, ka patur më tepër interesa të ekonomike. Kishte lidhje me UDB-n? Ja. S'kishte fare, unë në për vete? Në gjykimin tim, nuk e di ta, nuk kuptoj. Se ju këtë informacion ti kishte dhe si deputet, zoti Meçe? Ja. I kam patur nga shumë koridore tjera, të cilat... Çfarë koridore? Mos ishe edhe ti i shërbimit, ore? Po mund të isha edhe i shërbimit, po çfarë si ka se isha i shërbimit? Edhe po të isha do isha i shërbimit, i shërbimit shqiptar dhe në dispozicion shërbim të popullit shqiptar, edhe nëse do isha, po s'kam qenë. Nuk kam qenë as edhe një herë, nuk fare s'ka pat. Bile do të them një gjë që unë në grup parlamentar thoja ç'ti bëj që s'merr sigurimi i shtetit, sapo të më ardh do të shërbeja vendit tim, sepse koncepti im mbi shërbimin e fshetë është gjithmonë nuk ka shtet pa shërbimin e fshetë. Jo. Sepse munget që shërbimi i shtetit. Po ata këtu ndiq filani ç'do bëhet? Lema se s'ka ndiqë Tiranë, mos ec me këto fabla më. Nuk ka ndiq filanin. Nëse do ta dishti. Po të lexoj platformën e sigurimit të shtetit, do shifje sigurimi i shtetit ndërtonte punë operative brenda klasave të përmbysura që i quajnë ai. Dhe pastaj ata për mbijetesë fillonin siç ndodhet tani, që 81 për mbijetesë edhe nënë babs fillojmë, jo më edhe sot. E kuptoj. Se është natyra njerëzore. Tani ta mbyllim këtë të shërbimit sekret grek? Shërbimi sekret grek bëri një gjë. Ndërtoi skema politike në Shqipëri për të goditur korridorin e rrugës tek Gnatja. Ekonomiku? Po, për të goditur korridoret, po sepse Shqipëria ka një pozicion geopolitik i cili në historinë e zhvillimit botëror, po i them, jo thjesht vetëm shqiptar, po, ka qenë një nga pikat më strategjike historike. Ka qenë që në kohën e Romakëve, dhe keni parasysh që Durrësi, posaçërisht pastaj edhe Vlora dhe Shëngjini, ka qenë pika strategjike të invadimit të ushtrisë romake drejt Ballkanit. Po, sigurisht. E njëjta gjë vjen në periudhën otomane, ku më tej, që them unë, perandoria romake është ndarë nëpërmjet vijës Teodosit, Lindja dhe perëndimit? Perëndimit e cili kalon Lezhë. Po, aty është. Në Lezhë kalon dhe ndan botën kristiane katolike me atë ortodoksen. Dhe ne mbetëm ortodoks. Jo, nuk kemi mbetur ortodoksën. Jo, nga kjo vijë ortodoksi ishim ne, te Bizanti ishim ne. Po ishte Bizant, sipër nuk ishte Bizant, sipër ishte katolik, sepse ke një korridor që është mirdita atje që mbeti gjatë gjithë kohës një ishull. Okej, se më se po futemi shumë këtu. Më tej njëta gjë ndodhi edhe në kohën e Turkut, i cili po shikosh pykëzohet dhe del deri në Durrës dhe pastaj e ndan përsëri botën sipër edhe poshtë kristiane, ndërsa në mes futet Turku, po të vim në kohën e Rusit, përsëri Rusi erdhi në Vlorë, po erdhi te Kinezi, përsëri te Kinezi u fut në këtë korridor dhe tashmë natyrisht janë futur ligjat e NATO-s dhe ne vazhdojmë të jemi pikë strategjike. Duke qenë pikë strategjike ti,
Të gjithë flukset detare do të kalonin përmjet Durrësit dhe do të alinin aneks Greqinë. Aneks Greqinë. Jemi një moment sot ku prodhimi portit të Hamallajt po e kthen Shqipërinë në pozicionin e vet geopolitik. Nëse duhet të jeni shumë të vëmendshëm, për herë të parë lidhja e Durrësit me Shkupin po bëhet me autostradë. Pra po kalove sot në Elbasan, do të shohësh që nga Elbasani në Durrës po bëhet autostrada. Elbasan Librazh është gati në përfundim, ka filluar nga Librazhi drejt kësaja Qaftanës. Gabim i rënë strategjik. Gabim i rënë strategjik. Rruga Qukës Korç. I rënë strategjik. Pse? Ajo ka probleme shumë serioze. Domethënë, sabotazhi më i madh që është bërë industrisë transportit, mekanizmit transportit Shqipëri është rruga Qukës Qaploç. Pse kjo që inaugurua tani? Ajo që inaugurua tani. Pse? Do vazhdojmë këto po të thëj. Jo, vazhdojmë këto se me vërtet do nxjerr makina. Ku do të vazhdojmë? Jo, tani thej që kisha listën. Kush ishin? Ai kush ishin, mos kërko kush ishin. Emra nuk i tregon. Nuk mund t'i tregoj, vetëm po çfarë statusi? Vetë duhet të them. Jo, çfarë statusi? Identikitin do të them një gjë sepse folëm për takimin në orë. Takimi në orë, kalimi Berishës drejt takimit është bërë nga 2 persona. Njëri për cile ishte deputet dhe tjetri që ishte sekretari i Partisë Demokratike në atë periudhë. Dhe kur ka ndodhur takimi? Në 94 pra. Po sa, ditë datë? Ja, si mbajmë atë, në datë mos. Po mirë, po bëj një pyetje tillë se edhe kur takuan Nano me Miloševićin në Kret, që ishte publik, Berisha i tha armiku i kombit Fatostano, etj. Ai ishte një seminar, një lloj takimi kështu dhe takimi ishte publik, nuk vati Nano në cep atje takoi Milošević. Për të vërtetën, për të qenë korrekt. Po Fatostano ne quajtën tradhtar. Tani na tregon diçka, ti thua, e vërteton ti këtë, se prova nuk e, që të themi kështu troçë, që çfarë ka biseduar Berisha me Miloševićin. Atëherë bisedat e tyre lidhej absolutisht me korridoret e mëtejshme të bashkëpunimit dhe në mënyrë posaçme në këtë periudhë kemi edhe një lëvizje të madhe që bëhet në Maqedoni. Se u nda Maqedonia. Në Maqedoni pati tentativa për destabilizim e Maqedonisë dhe ndarje të Maqedonisë në korridoret greke, bullgare dhe shqiptare. Edhe serbe, Maqedonia. Që i njohë dhe Berisha shtet i pari? Jo, në këtë moment ka njërë Amerikanët dhe i kërkuan Berishës që të shpalte... Njoja? Jo, që kufit e Shqipërisë janë të rrezikuar nga ndërhyrja, kufit të Shqipërisë janë të rrezikuar nga ndërhyrja e ekstremistëve Maqedonas drejt Shqipërisë. E njëjta gjë erdhi dhe nëpërmjet nga Maqedonia dhe u prodhua në mënyrë diplomatike një konflikt Maqedonas-shqiptar. Atëherë, për të përballuar këtë konflikt, në Maqedoni vendosën 1500 trupa amerikanë. Nga Shqipëria pati disa deklarata që si ka mundësi që Shqipëria të dalë me deklarata që rrezikohet nga faktori shqiptar i Maqedonisë një konflikt me Shqipërinë, më tej u mbyll goja. Çfarë kishte ndodhur? Kishte ndodhur një gjë e tillë që Maqedonia është një tampon dhe pika më strategjike që ruan stabilitetin në Ballkan, më strategjike. Maqedonia? Po. Dhe sot e kësa dite ke trupa amerikane në Maqedoni. Dhe Miloshi ka bërë një takim... Miloshi që i thon Milošević? Po, ka bërë një takim me Misataqin, mos gaboj ishte atëherë, ku e vetëm edhe me Gligorovin. Presidentin e Maqedonisë. Dhe synimi ishte... Gligorovin. Dhe synimi ishte që Greqia nëpërmjet Maqedonisë të bënte furnizimin e Serbisë. Gligorovi, që ishte një politikan klasi, këtë kërkesë të këtyre, vete është pjo Amerikanëve dhe i thotë, unë nuk i përballoj dot. Çështja është që ata kërkojnë që Maqedonia të kthehet korridor midis Greqisë dhe Serbisë për transportimin e mallrave, ju i bën një embargo Greqisë, por Serbisë, por ata më kërkojnë një gjë të tillë. Mirë, tha, atë lidhim konfliktin dhe futën amerikanët, futën trupat
Me të futur trupat, gjithë kjo u blokua. Dhe në momentin kur blokua kjo, u hap koridori tjetër që hapi Berisha nëpërmjet Të thuaj që Berisha ka folur me Miloševićin për hapjen e korridorit. Diskutim, po kjo është. Dini ju si ka thënë Berisha mua në intervistë që unë e kam hapur me koshiencë për ndihmuar Kosovën. Po. Bile kur ishim para disa ditësh, para 3 ditësh mos gaboj, ka qenë debati i mos pjesëmarrjes së Berishës në mitingun e OÇK-s. Në Sheshin Skënderbeg. Dhe pse s'mor pjesë? Po ka moral Berisha të marrë pjesë në të. Por e bukur që në komentet që bëheshin në intervistën time, njëri nga komentet ishte shumë interesant që thonte: nuk është e vërtet që Berisha furnizoi armatën serbe. E vërtet është që Berisha shpuri naft në Kosovë, që gjithë ato zetor e kamiona që do mirnin kosovarët dhe të sillnin Shqipërit, kishin me çfarë furnizoheshin. U kupton ku vjen absurditeti? Ne pas kemi furnizuar edhe atë masë të madhe qytetarësh që u larguan nga Kosova, fare represionit, dhe pas kemi furnizuar dhe ne, pas kemi nxitur dhe ne. Nuk funksionon në këtë formë gjë e tillë. Aq më tepër që ngjarjet nuk zhvillohen në 98-ën. Në 98-ën kemi luftën në Kosovë. Jemi shumë herë. Ngjarjet kanë dinamikën e madhe. Në gjithë të loj, politikisht është Miloshi, teknikisht është Arkani, teknikisht është Gazidede, teknikisht ata që ekzekutojnë. Arkani kush është? I Berishën e ka mik politik, po Berisha tani ka punuar kundër Shqipërisë. Po. Atëherë unë thash në 96-ën, duhen prova shumë të forta për. Okej, 96-ën. E ti je inxhinier, ë? Jo, qartë. 96-ën thash unë bëra lëvizjen për reformimin e Partisë Demokratike. Dhe nëse do hapësh literaturën e kohës, mund të jetë mbi 20 artikuj të mi, ku kërkoja largimin e agjentëve të UDB-s nga kryesia e Partisë Demokratike. Arritën deri në kryesi. Po dhe ishin deputet? Kryesia e Partisë Demokratike. Jo, ishin deputet? Pa diskutim. Deputet Partisë Demokratike ishin agjentë UDB-s? Po. Po kush ishin këta? Janë sot? Disa prej tyre po. Ndërsa të tjerët mos harro si ke 2 prillin. Mos më thoj që i kanë ftuar edhe këtu agjentë UDB-s në këtë studio. E diti si është organizuar 2 prilli? E diti kush e ka bërë 2 prillin? Kush e bëri? Kush e bëri? Po, futin çik tek skemat e hetimit. Kush pengoi hetimin? Jo, jam marr shumë me atë sepse e kam dhe arritet konstatoja që është bërë hetim. Arritet konstatoja që është evidentuar çfarë lloj plumbi është përdorur tek ata njerëz? Shumë e komplikuar. Jo, është shumë e komplikuar, po nuk arritën sepse nuk u lejuat bëhet hetimi. Dhe sot tek sa ditë nuk dihet çfarë lloj plumbi i ka vrarë ata njerëz. Dhe nga çkënd është goditur? Është goditur nga poshtë, se teoria e vrasjes pistolet dhe teoria e vrasjes në turm e 20 janarit është iniciuar në 2 prill dhe është ekzekutuar në 2 prill. Dhe 2 prilli mos harro që solli probleme shumë serioze pastaj edhe për zhvillimet e mëtejshme në Shqipëri. Jo, pa diskutim, po. Dhe e kupton mjaft mirë se Berisha në shërbim të Serbisë, zoti Meçi, me gjithë respektin për ju, po vazhdojmë se nuk mbyllet me kaq. Jo, s'keni prova, se prova nuk keni për takimin me Miloševićin, se ke bërë prova. Po. Prova nuk ke për projektin që ti thua për kalimin. Po kushtaj që nuk kam provu. Po ku ke provu? Jo, si provojnë që Berisha takojë Miloševićin? Sepse 2 personat të cilët e shpun Berishën dhe e shoqëruan deri në dhomë kur ne ishim që të gjithë, në dhomën e takimit që u bë shumë i fshehtë si takim, kanë qenë 2 persona të cilët nga ana ime prekohesh ishin denoncuar si agjentura UDB-s. Ishin deputet PD-s? Njëri ishte deputet, tjetri ishte sekretari i Partisë Demokratike. Sekretar, kush ishte ky sekretar? Dhe gjitha këto unë i kam zbërthyer 1-1 të gjitha në kohën kur ndodhen. Në kohën kur ndodhen. Dhe i kam thënë zotin Berisha që ka punuar kundër Shqipërisë, antarësoi Shqipërinë në NATO. Jo, deri antarësimi, shikoj një. Ti mendon që po të ishe në shërbim të Serbisë, do kishe këtë mbështetje nga Amerika? 1 minutë. 1 minutë, sa mos i ngatroj gjërat njëherë. Ta zem në një moment që Berisha nuk donte ta antarësojë Shqipërinë në NATO. Okej? Si do ta bënte këtë gjë? Si? E zemë, nuk donte. Si do ta bënte? Dini çka ka bërë Berisha? Çka ka bërë?
Gjatë periudhës që sidomos sezonin e dytë 2009-2013, strukturat ushtarake... Mandatin e dytë si kryeministër. Si kryeministër. Strukturat ushtarake të Shqipërisë nuk pjesëmerrnin më në asnjë mbledhje të NATO-s, shtabit NATO-s. Ajo këtë nuk e di këtë. Jo, po, mësoj atëre. Jo, unë do të kisha lejmë për sot, unë kam qenë dhe në NATO, në shtabin në NATO, unë kam qenë në Bruxelles. Ti ke qenë, por pse? Sepse shërbimet konstatuan që bisedat e shtabit NATO-s rrithnin. Pra unë thash, çfarë do bënte Berisha për ta penguar futjen NATO në një popull I cili është absolutisht pro NATO-s? Është shumë e thjeshtë, nuk do kisha mbështetjen e Amerikës, kaq, është shumë e thjeshtë, po ai e kishte. Kush e kishte? Berisha. Kush the? Apo tani të vi këtu George Bushi këtu tani dhe Një minutë. në 8 vite kryeminist ka pas mbështetje zoti. Një minutë, mos I ngatroj gjë përsëri. George Bushi pse ka erdhur në Shqipëri? Për 2 arsye. Po. Mbështetjen pa kufi ndaj Shqipërisë dhe Kosovën. Po pra, s'kishin bërë me Berishën. Se ta zem se kushdoj që të ishte. Momenti historik ishte që të ndodhin gjë të tillë. Sepse praktikisht Kosova nuk u shlirua nga Bushi. U shlirua nga Clintoni. Po mirë, nga Bushi plak. Ore dhe njerë, politika amerikane ka qenë shumë e qartë në gjeopolitikën e vetë në Shqipëri. Por pas ka ndryshuar për Kosovë. Absolutisht nuk ka ndryshuar. Pavarësisht ndryshimeve Po mos harroj që në 97-ën armiku numër 1 I Berishës kanë qenë amerikanët. 97-ën. Dhe mos harrojmë deklaratat që janë dhënë nga ky Gazideda. Mund të them edhe Blerim Qelën, në parlament e ke fjalën. Në parlament. Fjalimi I famshëm. Po fjalimi I famshëm. Pse nxori nga mendja vetë? Jo, pa një lloj koordinimi, nuk. Por më thuaj nga ajo ditë. Dhe deri më sot. Kush kanë qenë ambasadorë shqiptarë me të cilët Berisha ka pat aleancë? Një. Më thuaj një. Ambasadorët? Amerikanë. Amerikanë për Shqipëri. Një. Ka pasur Arvizu. Po le Arvizu ishte I pari. A ti thua nga këta... Nga 97 dhe këte, më thuaj një. Do Marizalinën, e shpalli armike. Pastaj ti marrë me radhë të gjithë janë shpallë armike. Ka një moment që ne duhet ta kuptojmë. Vetëm Bob Frowick. Robert Frowick. Asa mban më njeri. Jo, 2-3 muaj ndërmjet sa futi PD në parlament, se nuk ishte ambasador, por ishte I ngarkuar me punë. Po, është me kontribut që pri të vërtetës nuk e mban më njeri, ai ka është nderuar etj, po se mban më njeri se nuk ka pat ndonjë ngjarje historike që lidhet me goditjen e Berishës ndaj tij. Këta ambasadorët amerikanë në Shqipëri I ka evidentuar Berisha duke I shpall luftë gjithëve. Luja, Mariza, me radhë, që themu tani? Marsiris. Me Markta, s'kishte marrëdhënie të këqija Berisha me Marsiris. Po. Cila është periudha? Kur Berisha ishte kryeminist. Po pra kur? Ishte e para, jo e dyta. Po, dhe ishte ajo që kishte bashkëortin në ambasador në Athinë. Po pra, ishte e para. Dhe nuk kishte të bënte shumë me Amerikën, por kishte të bërë me një fakt. Ishte ajo që menaxhoi vizitën e Bushit në Tiranë. Po, Berisha mori premtimet, dha premtimet, bëri ndryshime të mëdha në politikën shqiptare në atë periudhë, sepse jemi në lëvizjen ku Berisha prodhoi tjetër lloj portreti në opinion publik. Është periudha kur unë u riktheva në Partinë Demokratike. Pa unë u riktheva sepse prodhuam bindjen që Berisha kishte ndryshuar.